është ka qenë edhe dhuna e ushtruar në një rast nga bodyguardi i një kompanie të prodhimit të çimentos në Fushkryj. Ky person u ndalua nga policia në atë kohë dhe u dënua, por pata dhe një kontakt në atë kohë për të më kërkuar ndjes nga pronarët e kompanisë fabrikës së çimentos që kërkuan të negocianin me mua edhe me shuma financiare. Nuk më than drejt për drejt se duam të japim një shumë parash për të mbyllur historinë, por pati tentativa nëpërmjet disa njerëzve të mi të afërt për të negociuar edhe për të mbyllur historinë. Sigurisht që nuk pranova të negocioj për çështje financiare, sepse sigurisht do të ishte puna ime nuk është që të shantazhoj njerëz, nuk jam spaku për sa kohë kam qëndruar në mënyrë aktive në gazetari, nuk kam shantazhuar spaku askënd dhe për këtë jam besoj mjaft krenar.